kem pas 3 ditë pej babgjyshit e 4 gjyshit e janë marrë me blegëtori, bujqësi, edhe gradualisht mas lufte një herë pa orientum. Po na herë një punë edhe na ka lind ideja për më marrë me veprimtarinë, me prodhimin e qumshtit. Nga qëtësia e fshatit, rruga na çon drejt fermës së një fermeri aty ku puna dhe përkushtimi shihen në çdo cep. Mes shtallës së lopëve dhe angazhimeve të përditshme, Selim Çeku nga fshati Irzniç kujdeset me përkushtim për fermën që e ka ndërtuar ndër vite, me shumë mund dhe sakrificë. Po, fillimisht, unë kem pas 3 ditë pej babgjyshit e 4 gjyshit e janë marrë me blegëtori, bujqësi, edhe gradualisht mas lufte një herë pa orientum. Po na herë një punë edhe na ka lind ideja për më marrë me veprimtarinë, me prodhimin e qumshtit. Fillimisht ja kemi nisë sikur çdo fermer me numër ma të vogël, 2, 3, edhe jem shku tu e rrit, qashtu tu e rrit. Dikur e kem ndërtu shtallën këtu ku jemi, sot I kem mbi 50 krerë lopë qumshtore. Ai na tregon se si duket një ditë e zakonshme në jetën e tij. Fillimisht ky është zanat që duhet me e dasht, si se don, si punë, I kisha preferu se cilët mos më marrë me këtë punë. Çdo punë që të nis duhet edhe me e dasht. Është një ndër punët, unë deri sot kom kry lloj punësh, paka shumë I di edhe punë tjera që shkojnë, po kjo në fermë, kjo nuk ki pushim kur. Domthon 24 orë ti duhet më koni përkushtuar. Nuk ka fest, nuk ka gëzim, nuk ka edhnim që ti ta nal punën. Ti je detyruar çdo herë domthon është si punë, duhet me e dash shumë për me e majtë këtë punë. Selimi këtë veprimtarie ka trashëguar brez pas brezi. Ai rrëfem për vitet e kaluara dhe jetën si fermer. Po, përpara ka qenë bujqësia krejt ndryshe, kanë qenë kushtet ma të favorshme se sa se janë sot. Pse po e thon këto? E thamë për arsye se na si fshat deri me datën 1 maj, domthon fermerët I kanë nshu lopë në përfusha, domthon deri me datën 1 nuk e ka nxon kush ku konkollosen. Mas datës 1 janë orientuar dhe janë shku në bjeshk. Edhe domthon me pak tokë kanë majtë shumë ma shumë gjuhë, ndërsa sot na jemi detyruar me majtë që edhe është tjetër racë kjo. 12 muaj vetëm mbrëma e na duhet shumë hapësinë më e madhe për me majtë domthon këtë tunë.